Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të drita televizion, të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 10 qershor dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Dhjetë qershor. Ngjarje 1878. U themelua lidhja shqiptare e Prizrenit. 1886. Shpërtheu vulkani në malin Taravera në ishujt verior të Zelandës së Re, duke shkaktuar vdekjen e 153 personave. 1924. Forcat revolucionare në Shqipëri hynë në Tiranë. Qeveria kryesuar nga Ilyas Vrioni tërhiqet. 1940. Italia zyrtarisht u shpall luftë Britanisë së Madhe dhe Francës gjatë luftës së dytë botërore, po këtë datë edhe Gjermania pushton Norvegjin. 1967. Përfundon lufta 6 ditore, ndërkohë izraelitët mposhtin kundërshtarët arab dhe i zgjerojnë kufijtë e tyre në lindjen e mesme. Lindje 1915. Lindi Saul Bellow, shkrimtar amerikan, nobelist. 1934. Lindi Alois Mock, politikan austriak. 1934. Lindi Sotir Kapo, piktor shqiptar. 1942. Lindi Muharrem Berisha, matematikan, akademik dhe profesor shqiptar. 1943. Lindi Alfred Kanini, shkrimtar, publicist dhe gazetar shqiptar. 1959. Lindi Carlo Ancelotti, trajner futbolli italian. 1969. Lindi Gjajlande Godonçi, aktore. Vdekje 1976. Vdiq Adolf Zukor, producent filmi hungarezo-amerikan, bashkëthemeluesi i Paramount Picture. 1987. Vdiq Elizabeth Hartman, aktore amerikane. 1988. Vdiq Louis L'Amour, shkrimtar amerikan. 2000. Vdiq Hafez al-Assad, presidenti i Sirisë. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Charles Goodyear, i cili ishte një shpikës dhe një kemist mjaft i njohur amerikan. Charles Goodyear ka lindur më 29 dhjetor të vitit 1800 në New York dhe ka ndëruar jetë më 1 korrik të vitit 1860 po në New York. Ai ishte shpikësi i gomës, i cili dha një kontribut mjaft të madh në realizimin e saj. Goodyear filloi karrierën e tij si partner në biznesin e hardware-it të babait të tij, i cili falimentoi në vitin 1830. Më pas, ai u interesua për të zbuluar një metodë për trajtimin e gomës si ndis, në mënyrë që të humbiste ngjitjen dhe ndjeshmërinë ndaj ekstremeve të nxehtësisë dhe të ftohtit. Ai zhvilloi një trajtim me acid nitrik dhe në vitin 1837 kontraktoi për prodhime me këtë proces të çantave postare për qeverinë amerikane. Vitet e ardhshme ai punoi me Hayward, një ish-punonjës i një fabrike gome në Roxbury, i cili kishte zbuluar se goma e trajtuar me squfur nuk ishte ngjitse. Goodyear bleu procesin e Hayward. Në vitin 1839 ai aksidentalisht hodhi pak gomë indiane të përzier me squfur në një sopë të nxehtë dhe kështu zbuloi procesin e vulkanizimit. Ti u dha patenta e tij e parë në vitin 1844, por ju desh të luftonte shkeljet e shumta në gjykat. Fitoria vendimtare nuk erdhi deri në vitin 1852. Atë vit ai shkoi në Angli, ku artikujt e bërë sipas patentave të tij ishin ekspozuar në ekspozitën ndërkombëtare të vitit 1851, ndërsa atje ai tentoi pas sukses të themelonte fabrikën e tij. Ai gjithashtu humbi të drejtat e patentës atje dhe në Francë për shkak të problemeve teknike dhe ligjore, u burgos për shkak të borxheve të shumta që kishte. Ndërkohë në Shtetet e Bashkuara patentet e tij vazhduan të cënoheshin, meqense shpikja e tij bëri miliona për të tjerët. Pas vdekjes së tij,
ai la borxhe prej rreth $200.000. Vulkanizimi u quajt procesi kimik me të cilën vetit fizike dhe sintetike arritën të prodhonin gomën dhe përmirësuan realizimin e saj. Procesi u zbulua në vitin 1839 nga shpikësi amerikan Charles Goodyear, i cili gjithashtu vuri në dukje funksionin rëndësishëm të disa substancave shtesë në këtë proces. Le të themi që Goodyear ka dhënë një kontribut mjaft të madh në realizimin e shumë gjërave të tjera. Goma ishte një nga shpikjet e tij më të rëndësishme, të cilët i dha atij një emër mjaft të madh. Tani do të kalojmë në rubrikën e shëndetit. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlerave ushqyese të gjetheve të mollagës. Gjethet e mollagës kohët e fundit kanë filluar të kultivohen dhe në vendin ton në një mënyrë më masive. Ajo është pjesë e familjes botanike Malvacea, që përfshin dhe bamjen dhe trëndafilin e egër. Në vendet perëndimore, mollaga ka marrë famë fal vlerave medicinale që ajo përmban. E vërteta është që mollaga është një kur fantastike për çrregullimet në sistemet respiratore dhe tretëse, duke frenuar çdo lloj bllokimi të mundshëm. Njerëzit që vuajnë nga astma dhe bronkiti mund të përfitojnë nga mollaga, e cila ka një efekt pastrues për mushkrit dhe fytin. Të njëjtën funksion, mollaga luan dhe për zorët, duke shërbyer dhe si laksativ. Mollaga është shumë e mirë për të pastruar trupin. Një nga përdorimet e saj në lëkurë e bën atë mjaft të mirë, pasi ajo shërben për të eliminuar irritimet. Ajo gjendet në zona bregdetare deri në ato të mesme malore në vendin ton. Njihen mjaft varietete të mollagës si mollaga e bardhë, mollaga e pyjeve, mollaga e zakonshme dhe mollaga e zezë. Lulëzimi i kësaj bime fillon gjatë sinës së verës dhe deri në fillim të vjeshtës. Vetë mollaga nuk përdoret shumë në gatim, ndonë se ka një farë rezistencë ndaj ujit. Është bimë antitoksike dhe qetësuese. Përmban pektin, flavanoide, acid fenolik, asparagin dhe amidon. Është forcuese sistemit imunitar. Përmirëson aktivitetin e sistemit tretës, kolitin, gastritin dhe ulcerën e stomakut. Ndihmon me kollën kronike, infeksionet e laringut, dhimbjet e fytit dhe astmën. Ndihmon për infeksionet e gojës dhe të mishit të dhëmbëve, si dhe për dhimbjet e dhëmbëve. Ndihmon gjithashtu në kurimin e çarjeve të lëkurës, plagët dhe djegjet. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjedhime, vranësira kalimtare dhe me diell. Ndërkohë në zonat veriore parashikohet të ketë rreshje të pakta shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 11 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 26 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 17 deri 24 gradë Celsius, Kukës 11 deri 19 gradë Celsius, Peshkopi 16 deri 22 gradë Celsius, Tiranë 15 deri 25 gradë Celsius, Durrës 20 deri 24 gradë Celsius, Kavaj 21 deri 24 gradë Celsius, Elbasan 17 deri 26 gradë Celsius, Berat 17 deri 25 gradë Celsius, Korçë 11 deri 20 gradë Celsius, Vlorë 20 deri 24 gradë Celsius, Gjirokastër 15 deri 23 gradë Celsius, Sarandë 17 deri 22 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjedhime, vranësira kalimtare dhe rreshje të pakta shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 14 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 25 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovica 15 deri 20 gradë Celsius,
Podujev 14 deri 19 gradë Celsius, Skënderaj 15 deri 22 gradë Celsius, Pej 16 deri 22 gradë Celsius, Prishtinë 15 deri 21 gradë Celsius, Gjakov 16 deri 25 gradë Celsius, Malishev 15 deri 22 gradë Celsius, Gjilan 14 deri 21 gradë Celsius, Ferizaj 15 deri 24 gradë Celsius, Kaçanik 15 deri 21 gradë Celsius, Prizren 15 deri 22 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.